Ditës kombëtare të pastrimit ju bashkuan sot dhe nxënësit e shkollës së mesme Saba Sinani në qytetin e Pukës, të cilët në organizimin e drejtorisë së shkollës dhe me mbështetjen e shoqatës Agro Puka pastruan disa prej hapësirave të qytetit. Gjimnazistët e Pukës së bashku dhe me mësuesit e tyre me këtë rasti treguan bashkisë së këtij qyteti dhe disa prej zonave të ndotura ku nuk pastrohet kurrë. Drejtori i shkollës Gjon Doda shprehet se nisma e shkollës synon sensibilizimin e qytetarëve, por dhe të institucioneve për një mjedis akoma më të pastër. Edhe shkolla Saba Sinani, drejtoria e shkollës në bashkëpunim me qeverinë e nxënësve, me këshillin e mësuesve, kanë organizuar këtë aksion për pastrimin e qytetit, me qëllim që ndihmojmë sadopak në mbajtjen e pastër të qytetit tonë. Sigurisht që ne më shumë se sa pastrimin duhet t'japim një mesazh që qytetit më të pastër, dhe me këtë rast u bëjmë thirrje gjithë qytetarëve që të kontribuojnë për mbajtjen e qytetit të pastër, mbeturinat i hedhin në vendin e duhur dhe sigurisht edhe bashkisë që të kontribuojë nëpërmjet ndërmarrjes gjelbërim pastrimit për pastrimin e qytetit. Unë dëshiroj të falenderoj dhe Agro Pukën, e cila ka bashkëpunuar me ne dhe na siguroi bazën materiale për të arritur objektivet tona të aksion. Vetë nxënësit pjesë e aksionit për pastrimin e hapësirave publike shprehen se tashmë teoria se përmes një mjedisi të pastër sigurohet dhe jeta e shëndetshme duhet të vihet në zbatim përmes kujdesit të vetë qytetarëve për një mjedis të pastër. Ne duam që të jemi nisma e të gjithë popullit pukian në radhë të parë, më pas dhe të gjithë popullit shqiptar, duke qenë se kjo është një nismë ndërkombëtare që secili të jetë i sensibilizuar për pastrimin e qytetit, për pastrimin e vendbanimit të tyre, duke qenë se ajo është mjedisi jon, ajo është komuniteti ku ne jetojmë dhe në radhë të parë ajo është vetë shëndeti jon. Qëllimi jon është për me bind ose sensibilizim për çdo qytetar të Pukës që mjedisi duhet më mbajt pastër. Për secilit se është vendi ku ne jetojmë si komunitet dhe besoj se është e nevojshme që të mirë mbahet. Është diçka që është më tepër në dobi tonë se sa dikujt tjetër. Edhe pse pastrimi i disa prej mjediseve më të ndotura në qytet, fal këtij aksioni tashmë është i dukshëm, ai, siç thanë dhe vetë nxënësit, duhet të jetë më shumë sensibilizim për të gjithë qytetarët pukian, të cilët asnjëherë nuk duhet të mjaftohen me pastërtinë në qytetin e tyre.